secretve nesër New York? Elite event. Yeah, baby. Come okay, do me poty. Ja u zama. Ditë shumë e rëndësishme për ne, një vjetor i çunit. Shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që ju shoh të gjithëve. Jeni miqtar më të mirë, kuptohet dhe më të afërt. Ma keni mbushur zemrën plot. Faleminderit dhe lëvizime ju ardhshme. Nuk besoj që jam e vetmja që po shikon lajmin 24/24 sa i përket konfliktit të Iranit edhe Izraelit dhe kemi zhvillime jo pak të rëndësishme gjatë orëve të fundit, nisi që me paralajmërimin e Iranit kundrejt SBA-s që mos përfshihet në këtë luftë konflikti ta lindte vetëm mes Izraelit dhe Iranit dhe të dyja shtetet në kapacitetin e tyre të plot me sa duket janë të gatshme që t'i futen luftës, por në momentin që do të përfshihet SBA-ja, zyrtarisht Irani do të shpallë luftë. Ndërkohë në këtë situatë Amerikën dhe Izraelin i kanë halë në sy edhe një pjesë e mirë e botës, e së përfuqi e tjera botërore sikurse është Kina, Turqia, Rusia, po ashtu dhe Pakistani është zotuar që do të përfshihet në luftë nëse ka përfshirë parit e treta dhe do të pozicionohet krah Iranit. E dim fare që me përfshirjen e një shteti që është antar në NATO, të gjitha shtetet e tjera duhet që të kryejnë detyrimet e tyre dhe shkojmë kështu drejt një përshkallëzimi global. Situata duket se po varet në fije të perit, vjen një dritë jeshile nga SBA-ja, nga Washington DC, me një deklaratë zyrtare të Trumpit që ne nuk kemi sepse përfshihemi në konfliktin mes Izraelit edhe Iranit. Për të hedhur poshtë përsëri vetëm pak orë më vonë nga dy burimet larta zyrtare të Washington DC që tani më presidenti Trump ka kaluar, pra ka aprovuar një plan për eliminimin e liderit suprem të Iranit. Mirë po, unë du të them diçka që në këtë pikë të nxehtë të konfliktit, cili do prej dy liderave, nëse do të eliminohej, do të kishte përmasa katastrofike, sepse do të martirizohej. Një lider që bëhet martir është gjëja më e rrezikshme në një luftë të mundshme.